Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Abdullah ibn Umeri. Abdullahu i biri Omerit është njëri prej sahabeve të rinj që ka transmetuar shumë hadithe. E një prej atyre haditheve është edhe ky hadith cilin do ta përmendim sot, në cilin qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Lejeni një hise të namazit tuaj për shtëpitë tuaja dhe mos i shndrroni shtëpitë tuaja në varre. Çto përfundon hadithi. Një hadith i qartë edhe konkret, i cili na shërben si udhërrafim për me e rregullu projektin e namazit në jetën tonë, për me e bën namazin prezent në të gjitha hapësirat ku na si besimtar rrim edhe çarkullojmë, për me e bën namazin prezent në jetat tona dhe në jetët e familjeve tona. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: lejeni një hise të namazit tuaj në shtëpitë tuaja, edhe mos i shndrroni ato shtëpitë, pra në varreza. E tash udhëzimi për me e lënë një pjesë të namazit, një hise të namazit, për me e lënë për në shtëpi, pra mos me i falë të gjitha namazet në xhami, është një udhëzim i përgjithshëm i cili mundet me u kuptu në forma të ndryshme. Por për me u kuptu në formën e saktë, do të me i mbledh të gjitha argumentet dhe të gjitha udhëzimet tjera, por me pas në një fotografi të qartë se çka do me thonë ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për cilin namaz e ka pas fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë një pjesë të namazit lejeni për me e falë në shtëpitë tuaja. Gjithsesi do të me përmend se ka debat në mes dietarëve, për atyre që janë marrë me shpjegimin e haditheve, që kanë thonë, dikush ka thonë, edhe farzët mos i falni të gjitha në xhami, po leni na një për me e falë në shtëpi. Po këto kur e kanë thonë, nuk e kanë thonë vetë çashtu që hajtë për qeft nalna se po bëjka me e falë namazin në shtëpi, ose neve na duket nga njëherë se e kemi një punë në shtëpi që bën me e vonu namazin, ose mos me dalë në xhami, ose kështu me radhë, a në të vërtetë ata që kanë thonë kështu se kanë pas këtë qëllim. Po e kanë pas qëllimin nëse ki arsye mos me dalë në xhami. Nëse ki arsye mos me dalë në xhami, atëherë çat namaz e falë në shtëpi. Mundësisht. Por të tjerët kanë thonë se këtu në kushte, situata edhe rrethana normale, nuk bëhet fjalë për farzet, po bëhet fjalë për nafilet. Për arsye se ka pastaj hadithe tjera shumë qartësuese, e që menoj që edhe për secilin prej neve janë të qarta edhe të dëgjuara, të lexuara, të ditura, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas nxitjen edhe stimulimin edhe insistimin që burrat namazin do të me e falë në xhami. Farzin është fjala. Dhe falë edhe sabahën, edhe drekën, edhe ikindin, edhe të gjitha me radhë, duhet me i falë në xhami. E tash, çka me lonë për me falë në shtëpi? Me lonë prej nafileve, prej atyre namazeve vullnetare, të cilat nuk i kemi obligim, e për cilat në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: salatul mar'i fi bejtihi khairun min salatihi fi masjidi hadha illa al-maktuba. Që njeriu të falet në shtëpinë e vet është më mirë se të falet në xhamin time, jo në xhamin cilën do, po në xhamin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç farzeve. Do të thonë farzet në xhami, këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nënvizuar dhe e ka rregullu, e pastaj ka tregu se namazet tjera përveç farzeve është më mirë të falen në shtëpi se sa në xhami.
Gjithsesi edhe kjo nuk është bashkë temë kështu veç hajtë t'i ndojmë pra farzet në shtëpi, farzet në xhami, nafilet në shtëpi, për arsye se namazet tona, është fjala namazet ditore, kanë farze dhe sunete. Për shembull, namazi i sabahut i ka dy rekat sunet dhe i ka 2 rekat farz. Duke qenë se pjesa dërmuese, po thuj se absolutisht pjesa dërmuese, e falësve të sabahut në xhami vinë prej shtëpive, atëherë këtë hadith mundën me apliku njerëzit me lehtësi të madhe. Me falë sunetin e sabahut në shtëpi, me uçu me unis, me ardhë në xhami. Edhe ai faktikisht sabahun e ka nda gjysmë në shtëpi, gjysmë në xhami, edhe është apliku ky hadith shumë konkretisht. Po kur vjen për shembull namazi i drekës, ndoshta nuk vinë njerëzit prej shtëpie, vjen dikush prej pune, vjen dikush prej... Atëherë, ndoshta është pak më e vështirë me i nda namazet edhe me thonë, hajtë se po i fali sunetet në shtëpi, e farzin në xhami, e pastaj kthejna prap sunetin e falin në shtëpi. Tash në këtë rast, këto sunete praktikisht cila është më e lehtë edhe më efikase që ato e praktikon. Nuk është patjetër tash me thonë, ja prit shkoj të fali sunetin e drekës në shtëpi. Për shkak se mundesh mos me shku në shtëpi, mos me pas punë në shtëpi. Nganjëherë disa njerëz insistojnë që gjithçysh me i nda sunetet në shtëpi, farzet në xhami, nuk është ky kuptimi i hadithit. Nuk është ky kuptimi i hadithit. Për arsye se ky insistim nganjëherë mundet me qenë jo praktik. Se del njëri pe xhamie, po nuk shkon në shtëpi. Ose del një punë, ose ki me shku në punë tua, ose del një punë me dikon një takim, një diçka dhe në këtë mënyrë to mundu me apliku këtë hadith, ndoshta e lënë sunetin fare. E kjo pa dyshim që nuk është e mirë. Kështu që dietarët kanë folë konkretisht edhe në këtë temë, duke i dhënë shembujt konkret se cilat namaze mundum me lehtësi të madhe me i falë në shtëpi. E përmenda sunetin e sabahut, është një sunet tjetër, po menoj namazin nafile, që si në farze, është taj porosia profetike që mrena mundësive njeri kur të merë abdes, bile me i falë një 2 rekat që i thojnë namazi abdestit, edhe që ato mundet me apliku në shtëpi, të e pas parasysh se gjatë ditës disa herë marrim abdesin në shtëpi. Pastaj njeriu mundet me e falë namazin e duhas në shtëpi, për cilin kemi folë javën e kalume. Mundet me e falë namazin e istiharës në shtëpi. Mundet me e falë namazin e natës në shtëpi. Me një fjalë, një hise të aktivitetit të vetë me namazin e lënë në shtëpi, edhe ky është kuptimi i hadithit. Pa e bo në mënyrë strikte se cilat namazet detyrimisht me i nda për shtëpi, cilat me i lënë për xhami, po kryesorja parimisht besimtare duhet që një hise të namazit të vetë me e lënë për në shtëpi. Cila është arsyeja? Arsyeja është ajo që ka thonë në fund hadithit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wala tattakhidhuha qubura", mos i bëni shtëpit varreza. E thash prej kësaj e kuptojmë se shtëpia po u bë ka varr nëse në atë shtëpi nuk falet kërkosh. Tash me konë një familje që falen të gjithë antarët e familjes, burri shkon në xhami, gruaja falet në shtëpi, që është preferenca, atëherë ajo shtëpi me lejen e Allahut nuk shndrohet në varr. Mirë po, nuk shndrohet në varr për shkak se namazi jep gjallëni. E asaj gjallënie i ashton jetën hala më shumë dhe i ashton freskinë, kur burri përveç që i fal farzet në xhami, një pjesë të namazit të vet e lën për me e fal edhe në shtëpi. Sigurisht që urtësitë e kësaj janë të shumta, me e gjallënu shtëpinë me namaz është gjë e madhe shumë, për arsye se ajo shtëpi ku falet namazi, aty njëkohësisht përmendet Allahu fuqiplot, e aty ku përmendet Allahu, aty shejtani nuk rre. Aty shejtani nuk mundet me e bo folen. Folen shejtani po e boj ka në atë shtëpi ku s'falet namazin, atë shtëpi ku nuk përmendet Allahu fuqiplot. Përveç tjerash, i kemi edhe ata antarët e familjes të cilët janë të urrit, e që të cilët duhet me marrë shembull të e pa babën të u falë, të e pa nënën të u falë, të e pa vllahun e madh të u falë, ose cilin do familjar, ata janë fëmijët të cilët frymëzohen
në fëmininë e tyre të hershme, pikërisht ashtu që i kanë pa të rrithunit duke vepru, na e dim se fëmijët janë sikurse sunxhere, thithin gjithçka. Fëmijët e kanë një aftësi të veçantë të imitimit të rrithunëve. Jo vetëm aftësi, po është gatishmëri e natyrshme. Fëmijët në për familje bojnë kryesisht kanë qef me bo, që ato që ka e shohin të madhin duke bo, e menoj që nuk ka ma mirë se sa prej neve me u frymëzu për ibadetin e Allahut fuqiplot, për uljen ndaj tij, për kushtimin në rrugën e tij, për kujdesin në atë që Allahu na ka urdhëruar dhe prej asaj që Allahu na ka ndaluar. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.